Ibn Qayyim el-Jauziyje, njëri prej dietarëve të mëdhej të muslimanëve, njëra nga testimet, ka pru shumë vepra nëse ti e teston, a je në rregull me Allahun xhelalu ala. Në njërin prej mënyrave të testimit që neve na duhet, cila është, ka thënë, shire kur rri me Allahun xhelalu ala, a je rahat. Niveli i rahatis, vini re kësaj të ndëruar xhamatli, kjo është shumë e rëndësishme për këtë neve. Pite forcë deri te dëgjuesi më i vogël. Rahatia jote me Allahun xhelalu ala gjatë adhurimeve argumenton ti ku je me Allahun xhelalu ala. Çish me e këshir ta? Kur ti të lidhësh namaz, a dallashitet sahati, a je në vi me sahat? Çka i bë kjo? A e keni pa të ndëruar xhamatli? Kur rriti me dikan çka e do? Je tu pi kafe, ki mezhlis, ki kuvend, e ke thirrni misafir shumë dashëm tanin. Edhe çka bëhet? Çka thua? Pas ka shku më rënata këtë komplet, nga lezeti muhabetit je habit komplet. Neve kundër të përna ndodhë namaz. Allahu Ekber, inshallah se zgat. A e dini pse? Se na nuk rahatomi me Allahun xhelel xhelalu. Na nuk rahatomi me Allahun xhelel xhelalu. Rahatia jote, knatësia çka ti e gjen në komunikim me Allahun xhelel xhelalu, çaj argumenton çfarë pozitive kite Zoti xhelel xhelalu. Neve nefsi na do të hajde model pi aty, janë të prit njerëzit me nejt atje. E kur ta bajsh të kundër të në kënë drejsh vetën. Kur t'ju thush aty në hune, shkova mu fal. Shkova mu fal. A e dini çka ban të Abdullah ibn Omerit të ndëruar xhamatli, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fale me njerëzit të ravi. Shkoni njerëzit. I prit të ki me shkuar. Kur u shpras të xhamia, ikën xhami. Falej deri sa vinte namazi sabahut. Pse? Po çfarë shije? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje se knatësia e sahabëve ishte me rejt me Allahin. Shkurtimisht, atë rrihet me Allahin ajo. Po kjo pyetje e lehtë. Ama shumë i zorë që ma gjevabi. Se na i kalojmë ka 5-6 orë në për restorane, në për ndeja, në për televizore, në për muhabetet kota. Pastaj e dina sakt sa e ka zgat e sa se ka zgat. Neja jote e rahatshme me Allahin, kur ti e lexon Kur'anin dhe knaqesh, edhe thua Allah zgat ma ta lexoj ala ma shumë, edhe ti të hik vakti pse s'pata mundësia ala ma shumë. Knatësia çka ti e gjen në ibadetet Allahu xhelel xhelalu, ajo rehatia shpirtore që ti e gjen me Allahu xhelel ala, që kjo argumenton se agjërimi fort ta kalon shej. Nëse si e çështo, atëherë domodin ti ma thjesht, a ma shumë knaqesh kur ulesh sofër me baj iftar, a kur qohesh me fal namazin e akşamit? Cila? Çto dia të kallzojnë tyje. A ma shumë po të bën atmosfera jo? Apo kur po lidhesh te Allahu xhelel xhelalu? Ndëruar xhamatli, marrë këta shembull na keni përmend shpesh. Me ta artini misafir i madh, që ti e do shumë. E do shumë, se ke pa me vite. A thu hajt berri që aty se unë i kam do punë. Me ta dikush pi gurbetit, bab, nan, vlla, evlad. Me ta mas 40 vjetëve. A i thu mirë se erdhe, hajt se shkova une. O i kam do punë une tash. Po jo bes hisitja hekti atina. Nësit nuk ja hek. Po që shka në ndryshue, po që ka kalove si, muhabetit sa të janë njofshme. A në ndodhë kjo neve me namaz? Jo. Sepse na nuk kena mal, nuk kena rahatina, sërin rahat. Na vazhdimi shirë me kryje. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i thonë të Bilalit, "Çu Bilal, thire i kametin." Çka me bo? Na qetëso me namaz. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje. Ata, shikoni, vetëm një lidhë se ndryshon. Ata qetësoheshin me namaz, na qetësohemi pi namazit. Na që shja bojna? Hajde vëllat falmi e mos anë të rinë rahat. Barëm ta pim një qaj si shduhet. Ata thonin jo, kry që të qaja shka kemi ba dhe hajde të falmi. A e kupton dalimi që me knatësinë e namazit dhe prej knatësijës namazit. Na e krym namazin për të nejtë rahat. Ata i krynin këtë punët për të rahatun namaz. E lush me Allahun që Allahu të bandë që zemra jonë qetësohet me Allahun, të rahatohet me Allahun. Tha Allahu të bareke ve teala në Kur'an, "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulubu", vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat.